Një futbollist që po pret ende një ftesë nga kombëtarja A e Shqipërisë është edhe ansori i sulmit Ermir Rashica. Djaloshit i është dashur shumë pak kohë që të afirmohet në nivelet më të larta jo vetëm në kampionatin shqiptar, por edhe në ato Ukrainas, ku është transferuar në fillimin e këtij viti. Rashica ju bashkua në shkurt Metalist 1925 dhe ndihmoi skuadrën të ngjitej në elitë, duke qenë një prej futbollistëve më të mirë të kategorisë së dytë ukrainase, por edhe në elita i përsëri pospikat me lojën e tij. Në 8 ndeshje zyrtare të këtij sezoni, djaloshi i cili ka përfaqësuar Shqipërinë deri në shpresat, ka shënuar 1 gol dhe dhënë 2 asist, por ajo që bie në sy është aftësia e tij për të kërkuar hapësira dhe synuar driblimet e kundërshtarëve në lojën 1-1. Rezulton se Rashica është futbollisti i 5 për numrin e driblimeve në kampionat, teksa tenton mesatarisht 5.58 të tillë për 90 minuta. Dhe kjo sjellje e tij nuk ndryshon as ndaj emrave të njohur në futbollin ukrainas, pasi ndaj Shakhtar Donetsk dhe Dinamo Kiev tentoi përkatësisht 5 dhe 3 driblime. Megjithatë, përqindja e suksesit, që është vetëm 40%, tregon se lojtari ka mundësi të mëdha përmirësimi në këtë aspekt, diçka e pritshme për një 21 vjeçar.